Dioni dhe Ola vazhdojnë të jenë një nga çiftet më të komentuar të momentit që pas njohjes së tyre në spektaklin Ferma VIP. Historia e tyre dashurisë, e nisur para kamerave, duket se po bëhet çdo ditë e më e fortë edhe jashtë formatit televiziv. Së fundmi, dyshja ka ndarë me ndjekësit momente të veçanta nga dita e fejesës së tyre në Malsi të Madhe. Në videot e publikuara në Instastory, Adioni dhe Ola shfaqen shumë të afërt me njëri tjetrin, duke u përqafuar dhe shkëmbyer puthje romantike. Pamjet kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut dhe janë shpërndarë me shpejtësi në rrjetet sociale. Sipas Olës, videoja ka arritur të shihet nga rreth 2.4 milion njerëz, duke u kthyer në një nga momentet më virale të ditëve të fundit në mediat roz. Fansat kanë reaguar me komente pozitive dhe urime për çiftin, ndërsa shumë prej tyre i konsiderojnë tashmë si një nga historitë më të bukura të krijuara në Ferma VIP.